Përshëndetje, jam Ativete Gjemaj nga SSI. Dita e parë në punë nuk është thjesht një ditë. 3 javët e para vendosin nëse një punonjës do të angazhohet apo do të largohet. Në këtë periudhë, stafi i ri ka nevojë për qartësi, mbështetje dhe ndjenjë mirëseardhjeje. Kur mungojnë informacionet, detyrat e qarta dhe komunikimi, edhe njerëzit më të motivuar humbin sigurinë. Nga përvoja ime shumë vjeçare në tregun evropian dhe tani në Kosovë, kjo fazë shpesh neglizhohet dhe kjo ka kosto për biznesin dhe njerëzit. Prandaj, kam krijuar një pyetësor anonim për të kuptuar si përjetohet realisht dita e parë deri te java e tretë në punë. Nga këndvështrimi i vetë njerëzve, nga ju, që përjetojnë këtë proces çdo ditë. Linkun e gjeni në nënshkrim. Mendimi juaj ka vlerë dhe do të përdoret për trajnimet më të mira. Ju faleminderit për bashkëpunim.